Gjatë vizitës së saj në Shkodër, zëvendës kryeministja Albana Kuqiu ka inspektuar edhe punimet në rrugën panoramike Zogaj-Shirok. E shoqëruar nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, zëvendës kryetari i Bashkisë Shkodër Rudin Beka, drejtori i përgjithshëm i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hitaj, Kuqiu ka parë nga afër ecurinë e punimeve, duke u ndalur edhe tek mundësia e lidhjes me malin e zi me një pikë tjetër kufitare për Shkodrën. Është një segment rrugor i cili do të lehtësoj shumë lëvizjen dhe qarkullimin e qytetarëve, por edhe të mallrave. Megjithatë, unë mendoj që vlera e shtuar e këtij investimi është pikërisht fakti që oferta turistike bëhet më atraktive edhe më e dobishme në funksion të sezonit turistik, në funksion të zhvillimit të qytetit Shkodrës, edhe duke konsideruar faktin që së bashku jemi duke punuar me malin e zi, aktualisht kemi një marrëveshje në fuqi për të vendosur edhe një pikë kufitare e përbashkët e lëvizjes. Nuk flasim vetëm për një aks rrugor, por është pjesë e një lidhje shumë të rëndësishme turistike ndërmjet pjesës së Shirokës me pjesën e Zogajt, ku ne sapo kaluam në Shirok dhe pamë se si investimi që ka bërë qeveria shqiptare para pak vitesh i ka dhënë një gjallëri dhe një ritme dhe stimulim të turizmit, e njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në pjesën e Zogajt. Rruga Shirok-Zogaj me përfundimin e saj pritet të kenë ndikim në zhvillimin e mëtejshëm të zonës, një nga më të bukurat jo vetëm të Bashkisë Shkodër, por edhe të Veriut e Mëgjer. Projekti parashikon mundësi lëvizje jo vetëm për mjetet motorike, por edhe për përdoruesit e biçikletave dhe amatorët e shëtitjes në natyrë, duke kundëruar bukuritë e liçenit të Shkodrës dhe të kodrave përballë tij.